Kryeministri Edi Rama ishte ditën e sotme në Kosovë, ku ka pasur takim me presidenten e Kosovës zonjën Vjosa Osmani, me kryeministrin Albin Kurti dhe me disa përfaqësues të tjerë të Kosovës. Për të folur mbi këtë vizitë të zotit Rama në Kosovë, kam të ftuar në një lidhje direkte zotin Fatmir Merkoçi, analist. Zoti Merkoçi, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit edhe juve. Si e pat këtë vizitë të zotit Rama në Kosovë? Të vjen keq domethënë që një kryeministër i cili është i përfolur dhe një kryeministër që ka punuar gjithë kohës kundër Kosovës, sot në përvjetorin e saj kërkon të bëjë një show, ashtu siç bëri show me Vjosa Osmanin, duke treguar se ky ishte në dieni edhe të asaj çfarë kishte kërkuar prokuroria e posaçme që ndodhet në Hag për të kontrolluar zyrën e Vjosa Osmanit, dhe Rama doli si një njeri i cili ishte në kontakt të plot dhe në dieni të plot për këtë lajm që vetë Vjosa Osmani nuk e kishte publikuar. Ajo që më bëri përshtypje në vend të flisë për atë çfarë është për të folur në Kosovë, ju hakorrua përsëri gjykatave. Në Kosovë ju hakorrua gjykatës ndërkombëtare të Hagës, që vetë Kosova ka ngritur atë gjykatë, por nuk ishte thjesht vetëm për sa i përket asaj gjykate. Patepër ishte për drejtësinë në total dhe ishte një goditje që i bënte hapur edhe Spagut dhe GKK-s në Tiranë. Dhe aq më shumë një fotollyk i Ramës ka shi ndërkombëtarëve, ka shi asaj që Rama po e trumbeton me të madhe kundër politikës amerikane. Duhet të kuptojmë një gjë, që qoftë gjykata speciale e Kosovës apo dhe reforma në drejtësi, pra Spagu dhe GKK-ja në Tiranë janë pikërisht objekte të politikës amerikane dhe janë direkt të përfshira nga Amerika, në mbikëqyrjen e Amerikës. Dhe ky tregoi një kabadajllik të tij, nuk di, mund ta quajmë edhe idiotësi të tij në fjalimin që mbajti, dhe nuk mbajti domethënë një fjalim i cili duhet të ishte ndryshe nga fjalimet e tjera. Si tek e fundit shkoi për një përvjetor, pa i shfrytëzoi këtë për të bërë atë dufin e vet kashi drejtësisë. Zot Merkoçi, a besoni që vizita e Ramës në Kosovë ishte me të vërtetë për të pasur një, po themi, koordinim të qëndrimit që mund të ketë Kosova dhe Shqipëria ndaj gjykatës së Hagës, apo ishte një përpjekje e zotit Rama që të fitonte sa më shumë pikë në raport me shqiptarët e Kosovës, ku mund thuhet se ai po mbron Hashim Thaçin? Është e vërtet kjo, që Rama në Kosovë ishte pikërisht për të treguar, domethënë, që unë jam ai lideri, ai themi babai i kombit shqiptar, i cili mendonte dhe gjykonte se ne duhet të bëjmë një gjë të përbashkët kundër gjykatës, dhe harron se gjykata nuk merret as me deklarata politike dhe as me presione të tilla, pavarësisht nga rezumet apo deklarimet që mund të çoshti, notat proteze që mund të çoshti në gjykatë, nuk ndikojnë në vendimin e gjykatës. Gjykata nëse ka prova dhe fakte reale dhe konkrete, gjë që bëhen gjatë zhvillimit të seancave, dhe është e pandikueshme ligji mbi politikën. Dhe atë çfarë edhe deklarata që kishin bërë disa deputet të Zvicrës, pikërisht këtu synonin dhe ata. Duam një drejtësi të drejtë mbi baza ligjore. Pra nuk kërkoj një gjykatë politike që të merret me politikën apo të ndërhyjë politik apo të bëj dënime politike. Kështu që
edhe mbrojtja e të katërtve në këtë pikë dhe në këtë drejtim ishte. Kështu që kjo e Ramës ishte thjesht një show. Parlamenti shqiptar bëri një rezolutë të tillë dhe nuk kishte më se çfarë duhet kërkonte, dhe Kosova e ka bërë thash një gjë të tillë, po ky kërkon gjithmonë bëhet e shomenin e çdo vizite që bën, tashmë duke qenë sepse në Europë Rama ju ndërpre marrëdhëniet me Europën, u pa në samitin e Gjermanisë kur Rama nuk ishte, ose nuk u ftua, apo nuk u mirëprit të ishte në atë samit, kështu që Rama shfrytëzoi Kosovën për të treguar edhe Europës, edhe Amerikës, edhe çdo kujt tjetër që unë jam këtu dhe unë vendos këtu, unë jam ai që i mbledh, i bëj, unë jam ai që vendos se çfarë duhet bëjnë të dy kombet e njërin tjetrën. Në të njëjtën kohë, nga ana tjetër, po të ishte kështu, Rama duhet para se të bënte rezolutën në Parlamentin shqiptar, duhet të mbledhte ashtu siç ai pretendon, ka pretenduar gjithmonë, të mbledhte dy qeveritë e vendeve dhe të bënte një rakordim ndërmjet dy parlamenteve për të pasur të dy parlamentet të pasur një qëndrim. Po në momentin që ti ke marrë një vendim, e ke bërë publike këtë lloj deklarate, për Hashim Thaçin edhe të tjerët, kështu që patjetër që ishte një show që Rama kërkoi të bëj, me që thash ka humbur gjithë kredibilitetet në Europë apo në Amerikë, dhe tashmë ai ka ngel vetëm Kosova dhe kërkon ta shfrytëzoj çdo lloj momenti për të treguar që un jam këtu, un vendos këtu. Në fakt pati një takim dhe me zotin Kurti, megjithatë në deklaratën që u bë publike nga zyra e shtypit e zotit Kurti, nuk kishte asnjë rrjesh që të përmendej se në diskutim ishte përfshirë edhe çështja e Hagës. Mendoni që zoti Kurti po themi ka qasje ndryshe ndaj Ramës për gjyqin e Hagës? Kurti nuk ka qasje ndryshe ka shi gjyqit Hagës, edhe Kurti ka bërë deklaratë të tillë. Prandaj tash deklaratat janë bërë, rezolutat themi janë bërë. Tashmë nuk ka se çfarë Kurti duhet deklaroj apo të diskutoj me Ramën për sa i përket çështjes së Hagës, ku janë të katër shqiptarët, janë të UÇK-s, janë të ndodhur komandantët e UÇK-s, janë të ndodhur atje. Kështu që nuk ka se çfarë bisedimesh të bëj, dhe kjo ajo që unë shpjegova pak më sipër, që për sa kohë të dy parlamentet kanë marrë këto lloj vendime, edhe Kurti është shprehur si kryeministri i Kosovës, është shprehur për sa i përket gjyqit Hagës, ka mbajtur atë qëndrimin e tij, dhe edhe Vjosa Osmani ka mbajtur, domethënë Kosova ka mbajtur qëndrimin e saj, zyrtar flasim. Edhe Shqipëria ka mbajtur. Tash për çfarë do flasim kur të dy palët e kanë mbajtur një qëndrim. Dhe të dy kanë qenë pikërisht për sa i përket gjykimit në Hagë, të katër liderëve. Ata të gjithë janë shprehur pro tyre, dhe duke menduar që është një gjykim, mos bëhet një gjykim. Më sakta ka qenë ndoshta qëndrimi i Kosovës se sa qëndrimi i Shqipërisë në deklaratë. Pasi Rama ndikohet shumë edhe nga misia shumë e madhe që ka me Thaçin, edhe mundohet ta kthej pak edhe arrogante ato lloj deklarate që u mbajt në Shqipëri. Ndërsa Kosova ka qenë më konstruktive, më e pjekur të themi politikisht në deklaratën e saj. Ashtu siç ishte thash, më e pjekur edhe ata deputetët zviceran që dërguan atë rezume në Hagë, mjaft pjekur politikisht paktën, dhe kërkonin që të marrë një qëndrim apo një bëhet një gjykim i drejtë mbi bazë ligjore, mbi bazën e fakteve, mbi bazën e thashë themeve apo deklaratave apo qoftë edhe të personave të cilët dëshmojnë, po të cilët nuk dihet identiteti i tyre, më the tash. Pra kishte një pjekuri tjetër, ndryshe nga deklaratat që kishte bërë Rama, apo deklarimi që bëri Rama në mënyrë, domethënë, cinike për sa i përket drejtësisë. Por ju thash që Rama më tepër e kishte për drejtësinë shqiptare tashmë, dhe se sa do të godiste, si më thënë, me një gur vras dy zogj, vras edhe drejtësinë shqiptare, mos harrojmë se ka sjellë një ndryshim në Parlamentin shqiptar. Pikërisht për ligjin dhe për mbrojtjen e vetvetes. Ka pasur një deklaratë të zotit Rama ku është shprehur se Donald Trump e ka ftuar atë që të marrë pjesë në bordin e paqes në shtëpinë e bardhë. Besoni që
zoti Rama do udhëtoj drejt Shtetit Bashkuar të Amerikës? E para gjë duhet kuptojmë një gjë që unë e bëra dhe publike edhe në shkrimin e tij, biles madje e kam sfiduar Ramën, duke i thënë që më nxirr ftesën me që e ke personale, se kështu pretendoi Rama që ishte një ftesë personale e Donald Trumpit për Ramën për një vizitë në Washington, pikërisht kështu tha, për një vizitë në Washington. Kështu që Rama me ndihmën, fatkeqësisht unë e them sepse e kam botuar dhe të thënë publikisht dhe nuk kam ndonjë ndrojtje për ta rithënë prapë, që me ndihmën e Partisë Demokratike dhe të opozitës, Rama u bë faktor për të qenë ky pjesë në bordin e paqes, sepse duhet kuptojmë një gjë, që Bayram Bega, domethënë mori guximin dhe i lëshoi një autorizim Ramës, dhe me atë autorizim të Begajt, Rama u drejtua parlamentit me një ligj nominal me emrin e tij, dhe fatkeqësisht opozita në tërësi dhe Partia Demokratike në veçanti e votuan edhe ligj duke i dhënë një mandat Ramës me emër nominal. E ritheksoj, është me emër nominal. Ligji është me emrin e Ramës, jo si kryeminist, por si Edi Rama. Dhe Partia Demokratike dhe opozita e votuan. Me 110 vota ajo kaloi, se aq ishin sallë, 110, po të kishin qenë më tepër do e votonin më tepër. Pra, pse them që me ndihmën apo dhuratën që i bëri Partia Demokratike e Ramës? Për një arsye të thjeshtë, Rama vërtet i ka 83 mandate apo 86 mandate apo 86 vota në parlament dhe mund ta kalonte ligjin. Por kishte një ngërç tjetër, sepse në momentin që do ta kalonte ligjin në parlament, opozita do ta dërgonte gjykatë kushtetuese, dhe nga ky moment Rama nuk kishte më fuqi ligjore për të përfaqësuar në bordin e paqes. Gjithsesi, pavarësisht nga gjithë lëvizjet që ka bërë, unë mund të them vetëm kaq, nuk e di a do shkoj as do shkoj një herë e para, se deri me 90 ka kohë, por edhe nëse do shkoj do jetë një dëgjues i thjesht në një sallë ku do flasi Trumpi, por nuk do ketë asnjë lloj takimi me presidentin e Amerikës, dhe aq më shumë, e ritheksoj, nuk do ketë asnjë lloj takimi me administratën Trump. Në mënyrë kategorike këtë e them, dhe nëse Rama do takoj qoftë edhe një njeri të vetëm të administratës Trump, nuk bëjmë asnjë lloj deklarimi, sepse nuk arrit ta besoj dhe të them me sinqeritet që gjithë lufta që është bërë dhe një person i cili ka prekur sigurinë e Amerikës, një person i cili është goditur disa herë nga Amerika, një person që është tallë me presidentin e Amerikës, të ulet në tavolinë apo të bëj takime me vetë presidentin Trump. Ne kemi parë në gjithë takimet, qoftë që kanë qenë të NATO-s, qoftë takime ku Trumpi ka qenë i pranishëm, Rama nuk ka pasur asnjë shikim, jo më shtrëngim dore, dhënie dore, apo në një foto e çuditshme, domethënë, ose ndonjë foto. Kështu që them që do jetë një vajtje në një mbledhje ku janë shumë kush, janë shumë shtete. Por ajo që Rama e kërkoi me këngulje këtë lloj ftese dhe dhuratë që i bëri Partia Demokratike është edhe fakti tjetër, duhet ta ritheksoj, është edhe fakti tjetër se Rama duhet paraqitet para drejtësisë amerikane. Dhe ky është rasti që Rama të kamufloj paraqitjen e drejtësinë amerikane me ftesën që do është bërë gjoja për bordin e paqes, dhe ky do marrë pjesë në bordin e paqes. Kështu që është kaq e thjeshtë, çdo kush është habitur dhe sepse ky e trumpetoi me shumë të madhe që vajtin në Amerikë, por ju e dini shumë mirë që Rama është i thirrur në Amerikë se ka procesin e hapur, qoftë me Gonigalit, qoftë Sinaloan, qoftë agjenturën kineze apo prekjen e sigurisë Amerikës. Kështu që edhe të NATO-s njëkohësisht, sepse ju kam thënë edhe ju ritheksoj që porti i Durrësit do jetë ai që do ju haj kokën gjithë këtyre politikanëve të cilët janë të përfshirë të gjithë në portin e Durrësit. Porti i Durrësit është siguria kombëtare e Shqipërisë, por siguria edhe e NATO-s, sepse është porti i cili NATO e ka në planin e tij për ta pasur si një pikë
një pikë furnizimi apo për përdorimin e NATO-s, më mirë themi, për përdorimin e NATO-s. Ndërsa Porto Romano që ky ka bërë është një port i cili nuk i vlen NATO-s për asgjë dhe nuk ka asnjë lloj funksioni për sa i përket çështjes NATO-s. Kështu që ai porti Durrësi që Rama e ka dhënë në koncesionin që ka dhënë Alabarit, nuk di pse opozita ka netur shumë e hershur për sa i përket këtij porti, këtij problemi, vetëm e ka diskutuar disa herë apo e ka hap gojën disa herë, po pa ndonjë gjë konkrete. Duhet kuptojnë se dhe Malizi e ka bërë me Alabarin, e ka anulluar dhe edhe presidenti i Malizi megjithëse është një djalëri, ai përsëri e ka kundërshtuar këtë dhe po vazhdon atë procesin e kundërshtimit të këtij investimi që ka kërkuar ta bëjë në Malzi, ndërsa Shqipëria është dorëzuar totalisht tek klane të ndryshme, qoftë klane kriminale, qoftë klane droge, qoftë klane interesesh, duke shitur dhe dhënë çdo gjë vetëm për të mbajtur postin e kryeministit. Unë kam thënë që Rama do përdori çdo lloj mjeti, forme për të mbajtur me çdo kusht postin e kryeministrit. Kështu që në këto kushte jemi, Rama mund të fluturojë, po fluturimi i Ramës për mua është më tepër drejt departamentit të shtetit apo drejtësisë amerikane themi se sa për të marrë pjesë në këtë event ku në mënyrë kategorike Rama nuk ka asnjë ftesë në emër nominal. Ta marrim vesh gjithë. Ftesa është bërë siç është bërë gjithë vende, unë e botova. Më vjen mirë që mediat sot e kishin marrë dhe e kishin nxjerrë në faqet parbilës ftesën të cilën unë e botova dhe tregon hapur që ishte një mashtrim i radhës që Rama bën. Ditën e sotme zoti Rama deklaroi që Belinda Balloku i ka kërkuar 3 herë dorëheqjen, por ai nuk ja ka planuar. Kjo është e vërtet që Belinda Balloku i ka kërkuar 3 herë dorëheqjen dhe Rama nuk e ka dhënë. Është e vërtet për Ramën, por jo për ne, sepse Rama i ka kërkuar edhe Begajt i ka kërkuar 3 herë dorëheqje, po Begaj nuk ja ka pranuar. Këto janë mashtrime dhe gënjeshtra të një kryeministi narcist. Asgjë më shumë. Nëse i ka kërkuar dorëheqjen, Rama le të nxjerrë protokollet. Le të nxjerrë protokollet e dorëheqjes, se dorëheqja nuk jepet në dorë. Dorëheqja dorëzohet në protokoll. Protokollohet. Dhe përgjigjja Ramës protokollohet. Le ta nxjerrë. Asgjë s'ka. Këto janë mashtrimi që bën Rama. Dhe ky vazhdon dhe mashtron. Tash vazhdon dhe mashtron. Dhe të gjitha i ka populizmin e vet për treguar që ja, ne jemi të hapur, kjo ka kërkuar, po unë kërkoj ligjin dhe të gjithë e bëri pikërisht për të justifikuar atë vendim që kërkon të marrin parlament për të heqë nga kodi penal çështjen e pezullimit. Pra, sipas gjykimit të Ramës dhe të gjitha tyre që do ta votojnë, një ministër, një kryeministër, një president, një kryetar parlamenti, një deputet mund të vjedhë sa të doj, mund të shesi sa të doj, mund të coptoj Shqipërinë sa të doj, mund të shesi interesa kombëtare. Dhe ky nuk duhet pezulluar nga detyra, por duhet vazhdoj detyrën sepse pas ka një mandat apo pas ka një emrim nga kryeministri. Kjo është çmenduria më e madhe që mund ndodhi. Dhe Rama me këtë tregoi dhe vërtetoi katërcipërisht që ky ka ndërtuar një mafia shtet. Jo narkoshtet, siç kërkon ta quaj dhe vazhdon ta quaj Partia Demokratike kryesisht. Nuk kanë narko, se nuk jemi vend prodhues. Ky ka ndërtuar mafia shtet. Dhe në mafia shtet veprohet në këtë lloj forme. Ndryshojnë ligje, bëjnë ligje me emra nominal. Bëjnë ligje për interes të një klani. Bëjnë ligje për të marrë dhe për të coptuar vendin. Kjo është ajo mafia, siç vepron mafia. Nëse në vendet e tjera mafia mundohet të kapi një ministra, një prokurora, një gjyqtar, këtu vetë kryetari i mafias është kryeministri i Shqipërisë.
I ka të gjitha në dorë, të gjitha ai komandon. Dhe është vërtetu 4 Ciprishtit të gjitha ai komandon. Se në gjithë dosit e spagut dele emri i Ramës. Qoftë edhe drejtori më thjesht. Kështu që jemi në një shtet ku nuk ka shtet, po ka vetëm një pushtet mafios. Dhe jo pa qëllim e kam quajtur mafia shtet. Sepse jemi në të tilla kushte. Rama ka shit interesa kombëtare, Rama ka coptu Shqipëri, Rama ka shpopullu, ka bërë genocid ndaj shqiptarëve. Ka bërë shpopullim. Shpopullim bën vetëm në rast e lufte. Jo një shpopullim të tillë skandaloz që ka Shqipëria. Me një ekonomi që rrënohet dita ditës. Me një aferë të naftës që nuk di a bengde, nuk di se sa miliarda lek. Buxheti i shtetit ka vjedhur ajo. Dhe këta e kanë falur. Dhe fusin burg fakirin, se s'ka pagu drita, fakirin për i cigare ashash, apo për i shishe bjerë, ku diu se ka pi shishe bjerë më shumë. Prandaj them, ky ka ndërtu mafia në shtet. Dhe ky do bëj çdo lloj veprimi, çdo lloj gjëje. Dhe ju do shihni që ky edhe qeverinë do ta ndrojë. Unë ja kam shkruajtur para 2 ditësh që ky edhe qeverinë do ta ndrojë. Dhe do heq ministrin e drejtësisë dhe ministrin e brendshëm. Pse? Sepse janë ministrat të cilët kanë takuar të dërguarin e Trumpit në Shqipëri. Ku erdhi zoti Mark. Takoi ministrin e drejtësisë dhe ministrin e brendshëm. Për t'i dhënë udhëzime për sa i përket SPAK-ut, drejtësisë. Dhe ky prandaj ka për t'i ndrru të dy. Mbani mend çfarë them. Zoti Markoçi, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit edhe juve.